Të dashur shqiptar, jemi live në TikTok dhe sot dua t'ju shpjegoj origjinën e qytetit Myes në Azinë e Vogël, i cili është zbuluar si qytet pellazg. Çdo thot pellazg është një term i shpikur nga Akademia Franceze për të shpjeguar emra të panjohur të gjuhës helene dhe ilire. Fjala Myes do të thotë si miu. Nuk ekziston në gjuhën greke, ka qenë në gjuhën e dialektit jonik ose epik. Është shumë rëndësishme sepse 5000 fjalë të dialektit jonik nuk janë shpjeguar në gjuhën greke të sotme, nuk dihet se çfarë janë. Në këtë gjuhë janë shkruar poemat e Iliadës dhe të Odiseas. Karakteristik për këtë gjuhë është që nuk përdoret fare forma e trajtës së shquar ho, gjinia maskullore, to, gjinia asjanse dhe he, gjinia femrore. Pra, në gjuhën greke të sotme, emri këtij qyteti do të ishte he myes, ose në dialektin atikës, në gjuhën demodike do të ishte i miis. Por nuk ekziston kjo fjalë në gjuhën greke. Meqense nuk ekziston në gjuhën greke të sotme, Akademia Franceze e cilëson si fjalë paragreke. Mirë po, në fjalorin e Bizantit dhe në fjalorin e Aleksandris, kjo shpjegohet si fjalë e dialektit jonik. E kuptoni apo jo? Akademia Franceze i quajnë fjalët e dialektit jonik fjalë pellazge. Kjo është pellazgjishtja. Gjuha e dialektit jonik. Gjuha e Iliadës dhe gjuha e Odiseas. Grekët nuk e kuptojnë këtë gjuhë, e quajnë barbare, sepse jonikët dhe ilirët nuk përdorin formën e trajtës së shquar, nga dim këtë, nga pllakat e gjetura në Iliri për fjalën lembos, që në greqisht do të ishte hol lembos. Ilirishtja ka marrë në thirrore lembe dhe ja ka hequr thirrorin. Edhe në greqishtën e sotme, thirrori del pa formën e trajtës së shquar. Pra, edhe greqishtja sotme në thirror sillet si dialekti jonik. Greqishtja sotme e ka huazuar këtë mënyrë të shprehurit të dialektit jonik. Hiqet forma e trajtës së shquar. Dhe në vend që të thuhet ho mys, pra emroria, bëhet në thirrore my, pa formën e trajtës së shquar. Kjo ka filluar që në greqishtën e lashtë, ka hyrë në gjuhën homerike. Pse ka hyrë në gjuhën homerike? Sepse gjuha homerike ishte gjuha që përdorej për të folur me zotat, ishte gjuha fetare, përdor në tempull. Dhe nga që përdorej thirrori shpesh, në gjuhën homerike është hequr fare forma e trajtës së shquar. Pra, në gjuhën homerike është mys edhe në emrore, pa formën e trajtës së shquar maskullore ho mys. Edhe në dual, në gjuhën e Homerit do të ishte to mye ose to my. Por në gjuhën e Homerit, dialekti epik, hiqet forma e trajtës së shquar të dualit to dhe mbetet varianti mye në gjuhën e Homerit, po ashtu dhe në Odisea është vërejtur varianti my, që do thot mi me një i të gjatë si në shqip. Jo vetëm kaq, por gjuha shqipe ka marrë dhe formën e kallëzores min, ka qenë myn në gjuhën homerike dhe ka bërë në emrore mini në formën e trajtës së shquar. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore, sepse kështu është formuar dhe fjala sy. Unë mendoj fjalën sy të ardhur nga gjuha sanskrite, jo. Qyteti Myes, qyteti i minit, fjala my, mini, myn, po ashtu në rastën kallëzore, mini, janë forma të dualit.
Dhe këto forma të dualit, pa formën e trajtës së shquar, janë në gjuhën homerike dhe në gjuhën shqipe. Po kjo është çmenduri. Kjo është çmenduri. Kjo e ka përcen çdo lloj imagjinate njerëzore. Pse se ka bërë këtë zbulim Majri, Pederseni, Jokli? S'është kaq e qartë. Në fakt, këtë ma kanë sugjeruar Avarnitasit në TikTok. Ata thonë që lidhet me greqishtën e lashtë. Po pse lidhet shqipja me greqishtën e lashtë dhe jo me greqishtën e re? Do ta mësojmë tani, live në TikTok. Po sepse shqipja është bie e ilirishtes. Pra nuk ka lidhje me greqishtën, siç mendojnë Arvanitasit. Dhe shqipja lidhet më shumë me dialektin jonik, që është folur pra në Pellazgji, vërtet, për fat keq. Në Argos është folur gjithashtu kjo lloj gjuhe, dialekti jonik. Edhe dialekti mesapik, kështu është, pa formën e trajtës së shquar. Por është dialekt helen, edhe mesapishtja. Të merr. Pra fjala bile në gjuhën mesape, bi në shqip, do të ishte në dialektin çdo lloj dialekti grek, do të ishte he bile. Ose ha bila në gjuhën dorike. Por gjuha mesape e heq formën e trajtës së shquar dhe e bën bila dhe bile. Çmenduri, kjo është për të imagjinatës njerëzore. Kjo dallohet tek gjuha e dalmatëve, është dialekt jonik. Është varianti i kryqëzimit të dalmatëve delmion, që do të ishte to delmion, sepse është pikërisht asjansi, por është dhe ta delmian. Varianti dorik. Pra, gjuha dalmate ka ruajtur edhe variantin atik edhe dorik, delmion dhe dalmion, që sa asjansi, por ja ka hequr formën e trajtës së shquar që i parvendoset emrit në çdo dialekt grek përveç dialektit jonik. Unë këtë zbulova rastësisht me fjalën lembos, që në gjuhën greke do të ishte ho lembos, do të thot vark e vogël, pirate. Në dialektin e dalmatëve dhe të ardiejve, që flisin dialektin jonik, hiqet kjo ho e trajtës së shquar, merret në thirror lembe. Dhe bëhet lembe i lire, e kuptoni apo jo? Nga emër mashkullor bëhet emër i gjinisë femërore. Kështu ndodh me fjalën brindos, brini. Në gjuhën mesape është brindos, do të ishte ho brindos. Por mesapët ja heqin formën e trajtës së shquar emrit, një lloj si Homeri. Pik për pik, dhe bëhet brindos, dhe bëhet brini në shqip. Është koka e drerit në gjuhën mesape. Kjo fjalë është dhe në gjuhën e Latvias, brindos. Pra nuk ka dyshim që vjen nga brindos, brini. Por gjuha mesape e heq formën e trajtës së shquar. Për grekët kjo është e paimagjinueshme. Ato thonë që dialekti jonik nuk është folur nga askush, është vetëm e shkruar. Po për këtë gjyshes shkruante Homeri, a nuk shkruante për njerëz që flisnin? Një lloj si poemat e Kreshnikëve nuk bëhen nga malsorët shqiptar për publikun malsor, për odat. Për kë bëhen poemat, more? Për njerëz të gjallë, jo imagjinar. Atëherë si bëri poemat Homeri për para grek? Do të thënë për jo grek. A ka kuptim kjo? Ai bëri për iliro-helen që flisin dialektin jonik. Edhe Homeri përdor fjalën e miut, my, në dual, pa formën e trajtës së shquar to, my. Dhe yja bëhet i vetëm në gjuhën helene dhe në gjuhën shqipe. Në fakt në gjuhën helene është bërë i tashmë. Ndërsa
Edhe në gjuhën shqipe është në fakt I me fjalën mini dhe mi. Por ka qenë my dhe kjo është regjistruar në gjuhën e dialektit ionik. Pra, po të mos ishte TikToku, po të mos kisha folur me arbëresht e arvanitas, as që do më kishte shkuar ndërmend që gjuha shqipe ngjan me dialektin ionik në botë. Kur? Pra, fal Aristotel Petros u ndola në TikTok live, sepse kisha shumë frikë, kisha shumë emocione, dhe gjatë bisedave pra me arvanitas, me arbëresh, që e din greqishten shumë mirë, fillon të sugjerojnë, shiko, në dialektin ionik dalin pa formën e tretë të së shquar, se nga ta di unë, kush e di dialektin ionik? E dini ju dialektin ionik? Pra arvanitasit flasin një gjuhë të dialektit ionik. Pra poemat e Iliadës dhe të Odiseas janë shkruar për njerëz që flisin dialektin ionik. Këta në ilirët, grekët I quajnë barbar, para grek, pelazg, sepse nuk diheshin gjuhët indo-europiane. Nuk diheshin. Dhe çuditshme është se atje ku gjoja është folur pelazgjishtja, atje janë gjetur më vonë arvanitasit. Dhe arvanitasit quhen të bardh, edhe Argos do thot I bardh. S'më kishte shkuar ndërmend më përpara. Çmendori. Banorët e Argosit, pelargët, quhen pelikanët. Pel, gri, Argos e bardh. Gri e bardh është pelarg. Kjo është e sigurt. Që pelikani është midis ngjyrës gri dhe të bardh. Këta janë pelargët dhe këta janë albanët. Merrni frym thellë. Fjala alban është përkthim I fjalës Argos. Banorët e Argosit janë alban, njerëz të bardh. Nuk e dim pse quhet kështu. Nuk do bëjmë asnjë lloj spekulimi, po Argos e greqishtes përkthehet në alban, në gjuhën e Kretës, është qyteti Alba, qyteti bardh, qyteti pellazgëve. Ndoshta për shkak se ata visheshin me rroba të bardha. Është sigurt kjo, grekët I përshkruanin arvanitasit që visheshin me rroba të bardha. A nuk vishen o të gjyshes banorët tosk me rroba të bardha dhe sot e kësaj dite me fustanella të bardha? O të gjyshes. Këta në albanët që vishen me rroba të bardha, me fustanella. Banorët e Argosit. Këta janë pelargët. Me këmisha gri ose të kuqe dhe me fustanella të bardha. Janë banorë të matriarkatit. Vishin si gra. Përse? Për të nderuar perëndin Demeter, perëndia tokës. E sigurt. Kjo është arsye që ata visheshin si gra. Edhe në gjuhën helene quhen graja. Ata që adhurojnë Demetrën, perëndinë e tokës. Edhe në Greqi vishen me fustanella, një lloj si arvanitasit. E kuptoni apo jo? Tani, duke u marrë parasysh të gjitha këta faktorë, bisedat me arvanitasit në bisedat drejt për drejt në TikTok, fjalorët e Hezikusit Aleksandris, enciklopedia e Bizantit, pra duke marrë të gjithë këta faktorë, ka dalë në pah ngjashmëria e gjuhës së Cakonias, dialektit dorik me gjuhën shqipe, me fjalën miza. Është në gjuhën e Cakonias myza, në gjuhën helene të lashtë është mia. Ka dalë fjala brindos, koka e drerit, shqip është brini. Ka dalë fjala uj, ivata, në gjuhën e Cakonias, ujët në gjuhën shqipe. Ka dalë fjala ara, ta arua, do të thonë arat, në gjuhën e qytetit Heraklea, në ilirishtën e folur atje. Pra nuk ka gjuhë para greke, e kuptoni apo jo? Nuk ekziston fjala para greke. Do të thot jo greke, por çdo thot greke. Është dialekti atikës, por dialekti jonik, pra është dialekti poemave të Homerit. Por kë u shkruan poemat e Homerit, more?
Kush i dëgjonte? Sepse recitoheshin. Grekët si kuptonin, sepse nuk ekzistonte forma e tretë së shquar. Është një lloj sikur të përdorësh vazhdimisht fjala djal, pa formën e shquar djali. Edhe një shqiptar, po dëgjonte një shqiptar tjetër që flet kështu, do thoshte kjo është gjuhë para shqiptare. Pra grekët nuk i kuptonin dialektet e lashta indo-europiane. Pra gjuha e dialektit jonik sillet si gjuhë me vete. Një grek këtë se kupton. Si mund të funksionojë një gjuhë pa formën e trajtës së shquar? Pra funksionon tek mesapët, është e sigurt. Kështu është çdo fjalë. Pa formën e trajtës së shquar, del nga konteksti, është e shquar apo jo. Mesapët përdorin për emra dëftor. Ky djalë, kjo vajzë. Në këtë mënyrë ata e tregonin që është trajtë e shquar apo e pa shquar. S'kishin nevojë për forma të veçanta si greqishtja. Pra, përfundimisht, në gjuhën helenet lashtë janë dy variante të dualit. Është to myje, po është dhe to my. Në gjuhën e Homerit është myje ose my, që është bërë mi në shqip. Pra, kjo është e gjithë historia e fjalës mi, edhe forma e kallëzores myn, që është bërë mini në shqip, si formë e trajtës së shquar. Tani vim tek fjalori i Bizantit. Dhe në fjalorin e Bizantit thuhet që qyteti i Minit është Myes, është emri gjinisë femërore. Banorët e qytetit quhen Myetos, një lloj si Dalmatos. A e kuptoni? Dalmatos është Dalmati. Dalmatos është fjalë greke, ilire. Në shqip, Dalmati. Pra, Myetos është banori i qytetit Myes. Dhe ata shpjegojnë, është krijuar emri banorit të qytetit një lloj si qyteti Fagres dhe Fagretos. Banori i qytetit Fagres në Azinë e Vogël. Këtë shpjegon Hekateos. Po pse quhet qyteti i Miut? Sepse emri Apollos ishte gjithashtu si fjalë tabu, ai i Miut. Smitheus në greqisht. Ai i Miut. Pse? Sepse Miu ishte mbartësi i Murtajës. Dhe Apollo ishte perëndia që shëron Murtajën, që vret Miun. Dhe si fjalë tabu ka mbetur qyteti Myes. A nuk është kjo madhështore? Nuk do ishte gjetur kjo më përpara nga Jokli, nga Majri, nga Pederseni. Nuk ju shkonte ndërmend atyre që ilirët kanë folur dialektin jonik. Edhe me sapët. Kanë folur nën dialektin jonik. Nuk përdorin format e trajtës së shquar, por mesapishti është dialekt helen. Është e sigurt. Po mesapishti është si shqipja. Kopje kanë fjalën ara, kanë fjalën brindos, kanë fjalën bila, vajzë, që i thonë dhe çamët e sot e kësaj dite. Në fakt, fjala çamëri është e shpikur nga grekët. Çamët i thonë vendit të tyre Arbenica, nga Arban. Merrni frymthell. Ky është emri i çamërisë. E gjithë Greqia është quajtur Arbania. Doja bëhet vënë në greqisht dhe kjo është bërë Arvanitas, është banori i Arbanës. Pra, Pelargos, pelikani bardh. Arban, njerëz të bardhë, të veshur me fustanella të bardha more. Njeri i cili hymnizon Demetrën, perëndinë e tokës dhe të begatisë. Kaq e thjesht. Ishin
njerëz që nënshtroshin matriarkatit, jo patriarkatit. E të mërshme, flisnin dialekte të familjes jonike, ku nuk përdoret forma e tretë së shquar. Qyteti Myes do të ishte He Myes. Jo, është Myes, sepse është dialekti jonik, si dialekti mesap, si gjua shqipe. Kjo është origjina e fjalës mi me një i të gjatë. Pra edhe njëherë, falenderoj zotin Aristotel Petro që më ftoi për herë të parë live në TikTok dhe pastaj mësova se si dilet live. Dhe unë nuk kam nevojë për studio. Studia ime është një iPhone 13, i vjetër fare. Kjo është studia ime. Një lamp nga IKEA, një këmish nga më e lira, ne i themi këmishat e Gabit. Një palkufje të dhëruara. Kjo është live im, kjo është studia ime. Pa lek, falas. Do të kishte kushtuar 1 milion euro kjo studio. Është falas, sepse studio ka nevojë për shikues. Ju jeni të vlefshëm 1 milion euro, ju, shikuesit e mi, ndjekësit e mi. Prandaj kam studio unë. Po të mos ishit ju, çfarë studio do kisha? Do kisha një dhomë, një zyrë, me pajisje 1 milion euro, që nuk vlen asgjë. Por, është një lloj si poemat e Homerit. Ishin të vdekura. Po kur ke njerëz që i dëgjojnë poemat e Homerit, kur ke arvanitas, autokton, atëherë poemat jetojnë. Po të mos kesh folës, poemat janë të vdekura. Kush do t'i kuptoj? Kush e kupton fjalën my pa formën e trajtës së shquar? Një arvanitas pra, një mesap. Kjo është e tmerrshme se kjo tregon që i gjithë gadishulli ilirik ose illyrik ka folur dialekte jonike. Kjo është shumë e frikshme. Tregon se sa afër të shqipja me greqishtën e lashtë. Po nuk ka gjuhë para greke. Është koncept i shpikur nga Akademia Franceze, për fjalë që si kuptonin, për fjalë që dilin pa formën e trajtës së shquar. Mirë po me fjalorin e Hezikusit Aleksandris dhe me enciklopedinë e Bizantit, vetëm në shqip dhe në dialektin e lashtë ilir, format dalin të emrave pa trajtën e shquar që i parvendoset emrit. Në fakt i prapavendoset emrit. Dhe prandaj u zhdukën baresat iliro-helene në gjuhën arkaike shqipe. Pra dhe njëherë, studioja ime 1 milion euro jeni ju. Pa ju, do kisha vetëm disa pajisje të shtrenjta, mikrofona të shtrenjtë, të vdekura. Do kisha poemat e Iliadës dhe të Odiseas të vdekura, pa ju. Pa ju ngjallet Homeri, që nuk ishte një person, ishin poet, rapsod, Homerët. Është shari në greqisht, ka kuptimin peng lufte, rob lufte. Po kush i mori këto rob lufte? Grekët i morën nga Azia e vogël. Homerët kanë qenë pengje të grekërve. Fatmirësisht, grekët gjithmonë kanë përdorur fjalë të pista për ilirët. Drilon. Kjo ka qenë fjalë kyçe. Emri i lumit të drinit do të thotë organ maskullor i fryrë në greqisht. Thashun, si ka mundësi që grekët të shajnë grekët me fjalë të pista? Një grek do e kuptonte më njëherë që drilon është organ maskullor. Ilirët që flisin dialektin jonik se kuptonin. Mbi të gjitha, ky emër do të ishte ky emër do të ishte to drilon me formën e trajtës së shquar. O sot. Është drilon pra,
pa formën e tretë së shquar. Kështu flisin ilirët. Dhe ilirët e përdorin këtë fjalë pa e ditur që ishte sharje. Ky ka qenë kyçi, Chelsea është Driloni. I hapi të gjitha portat kyçelës. Drilon. Thosha, si ka mundësi që grekët na quajnë me fjalë kaq të ndyra. Na quajnë breukoi, do të thot vemje. Për të kosësh. Po ç'është kjo, si mund t'i thot njeriu vetes vemje? Na quajnë labiatan. Pranë buzëve të liqenit, është sharje shumë e rëndë. Ilirët se kuptonin këtë gjë. Të gjitha emrat ilirë dalin pa formën e tretë së shquar. Iku. Vate kjo. Mori fund. Emri i shqiptarëve Arban të bardh është përkthim i banorëve të qytetit Argos i bardh në greqisht. A kanë përkthyer ato fjalën Arban në Argos ose në Sjeltas nga Argos në Arban, sepse janë dy fjalë të ndryshme, por me të njëjtin kuptim, njerëz me fustanella të bardha. Ora jeni që sot e tutje, fustanella do shkoj në UNESCO. Jo xhubletën more të marr. Çoni fustanellën e bardh more të arbanëve. Është veshja ankombëtare. Të gjithë burrat shqiptar një ditë në vit, ditën e grave, në mars, duhet të dalin me fustanella, si Dilber. S'ka gjë, për të respektuar emrin e arbanëve, që praktikonin besimin e Demetrës, ose nëna e tokës e dheut. U kënaqë tani. Që do të ishte në greqisht, he, Demetre. Por është pa formën e tretë së shquar në Demeter. Ha? E shikon? Kjo është gjua me sape. E heq formën e tretë së shquar. Para emrit. Demetre, varianti atikës, Demetra, varianti dorik. Po pa formën e tretë së shquar. Kjo në greqisht është e pamundur. Pra, edhe njëherë, këtë zbulim e kam bërë unë. Nuk do të mburem. Sepse askujt nuk i shkonte ndërmend që poemat e Homerit janë bërë për njerëz që flisnin gjuhën, jo për karike. Pra, kuptohet apo jo, lidhja e greqishtës me shqipen është shumë e fortë, por jo me greqishtën e sotme dhe as me greqishtën e lashtë. Jo, vetëm me dialektin jonik. Tani grekëve do të vi plasje, që ne jemi pasardhësit e Homerëve, rapsodëve. Grekët po plasin nga filmat e mi. Unë them, mos e përdorni fjalën pellazg, sepse është me spec. Ne kemi fjalën arban, njerëz të veshur me fustanella të bardha, e mësuam sot, doli. Është veshja jon kombëtare. Që përdorin dhe grekët nga ne. Edhe njëherë. Arvanitasit kanë një kuptimin njerëz të veshur me fustanella të bardha. O Zot, iku kjo, mori fund. Pra ka patur disa ngjarje të njëpasnjëshme në internet, sidomos mënyra për të folur në këtë studio në TikTok me ju, që kanë ndryshuar çdo gjë, një herë për gjithmonë. Mori fund. Kjo është studia ime $1 milion, por jo si pajisje, nuk kushton asgjë. Këmishë e gabit. 3 euro, e kuptoni apo jo? Kufje të huazuara, të marauha, dhurat. Telefon, dhurat. I varfër, e kuptoni apo jo? €1 milion jeni ju. Ju jeni studia ime, e kuptoni apo jo? Prandaj, do flasim shumë shpesh këtu në TikTok drejt për drejt. Ju falenderit dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.